Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Përshëndetje. Jam një grua 57 vjeçe. Kam 10 vjet që kam mbetur e ve. Burri im më ndëroi jetë papritur dhe më la të vetme për të mbajtur shtëpinë. Këto 10 vite nuk kanë qenë as pak të lehta. Ne jetojmë në një zonë pak më larg qendrës, ku kemi një obor shumë të madh dhe mbajmë bageti. Çdo mëngjes zgjohem në orën 5 për të mbjell lopët, për të pastruar dhe për të kujdesur për delet. E gjithë jeta ime ka qenë vetëm punë. E djali kishte punët e veta, e mua me duhet të kujdesesha për hallet të shtëpisë. Nuk kisha menduar asnjëherë për veten time që nga dita kur përcolla burrin tim. Vitet kaluan, e djali im u rrit. Mbaroi shkollën, filloi punën dhe para 2 vitesh u njoh me një vajzë. U fejuan dhe me pas bëm edhe një dasim të vogël. Nusja është një vajzë e shkëlqyer dhe me ka sjell shumë gëzim në shtëpi. Por bashkë me nusen në jetën tonë hyn edhe krushqit, pra familja saj e ngushtë. Baba i nusës është 62 vjeç. Gruan e ka, por ata jetojnë jetën e tyre. E që ditën e parë që e pash krushkun tim në fejesën e fëmijëve, diçka mu ngjall brenda vetes. Ai ishte një burr i mbajtur e i pashëm për moshën e tij, gjithmonë i veshur mirë dhe shumë i kulturuar. Pas martesës së djalit, filluam të bënim hyrje dalje të shpeshta, siç e do zakoni mes krushqish. Sa herë që ai vinte në shtëpinë tonë për të parë vajzën e tij, unë ndihesha ndryshe. Fillova ta pëlqeja vërtet dhe e prisja me padurim ardhjen e tij. Por unë kisha moshë. Isha një grua 57 vjeçe, e ve dhe nuk më shkonte kur ndërmend që t'i thosha ndonjë fjalë. Ku t'i gjeja fytyr krushkut, t'i flisja për pëlqime. Me vinte turp nga vetja, e nga djali im, por edhe nga të gjithë po ta merrnin vesh. Prandaj e mbajta gjithçka për vete. E vetmja gjë që bëja ishte të sillesha sa më mirë me të. I flisja me shumë edukat. Kujdesesha që t'i bëja kafen tamam ashtu siç i pëlqente. Gatuaja gjërat më të mira kur e dija që do të vinte. Shpresoja me veten time që ai ndoshta do të vinte re, këtë përkujdesje të veçantë dhe do ta kuptonte pëlqimin tim. E mbase, pastaj do të kishim diçka bashk. Ai ishte shumë i lidhur me vajzën e tij dhe e donte shumë, dhe vinte shpesh ta takonte. Ndonjëherë vinte me gruan, ndonjëherë vetëm. E një ditë, ishte mesjavë, djali dhe nusja kishin shkuar në qytet për të bler disa gjëra dhe për të paguar dritat. Unë isha krejt e vetme në shtëpi, e me qenë se kisha kohë të lirë, vendosa të merresha me punët e baketive. Vesha rrobat e mia më të vjetra, një përparse të madhe pune dhe çizmet e lastikut. E u futa në ahur për të dhënë ujë lopëve dhe për të pastruar bajgat. Puna e bagetive është e tillë, të bën pesë.
e pas gjysmë ore aty brenda, rrobat e mia dhe trupi im mbanin erë të rënd stalle dhe erë lope, derisa me kishte mbuluar fytyrën sepse kishta mbajtur ato kova të rënda me ujë. E teksa po pastroja, dëgjova zhurmen e një makine që ndaloi në oborrin tim. Lash ato kova aty dhe dola jashtë me një herë. E përballë meje ishte makina e krushkut. E ai hapi derën dhe zbriti. E ishte i veshur si gjithmonë me këmish i pastër dhe me flokë të krehura. Mua mu pren gjunjët nga turpi. Nuk e prisja fare. Nuk kisha ku të fshihesha dhe nuk kisha kohë të ndërrohesha. E unë ndjeva në siklet të madh. Unë isha bërë pesë, duart i kisha me balt dhe vija erë e rënd baktive. E ajo ofrua drejt meje dhe me përshëndeti. Puna e mbar, me thaj. Mbar pa që ja ktheva unë. Po si jeni? Miri thash. E ai tha kam ardhur të kaloja e të shihja pak vajzen. Po s'janë këtu i thashon, kanë shkuar në qytet për pazare, e unë isha duke u dhenë ujë lopëve. Nga ky siklet i madh, nuk dija çfarë të bisedoja tjetër me te. Nuk e ftoja dot brenda në salon, sepse bëja pes shtepin me ato rroba, e me vinte turp të ulesha afër tij me atë erë që kisha. Qëndrova në këmbë aty në obor, pa ditur çfarë të bëja. Por ai e mori me një herë situatën në kontroll. S'ka gjë me thaj. Tani edhe ata besoj që janë gati që të vinë, por i pak këtu jashtë. Shikoj rreth e rrotull oborrit ton të madh e pastaj më tha. Me trëp go pak çfarë mbani në tërë këto magazina që keni në obor. E pash pak me habi, por u lehtësova që gjeti një temë bisede. E i tregova me dorë nga ndërtesat e vjetra që kishim aty në obor. Ajo atje në fund është ahri i baktive, i thashon. Dërsa te kjo magazina tjetër e vogël, mbajmë veglat e punës dhe ushqimin për lope dele. Aty kemi sanën dhe kashtën për dimër. E ai eci pak përpara në obor dhe më tha. Kaq e kam ditur dhe unë, por me ço atje t'i shoh nga brenda. Dua të shoh si e keni rregulluar. E unë nisa të ecja përpara tij. Shkuam fillimisht tek ahri, hapa derën e drurit dhe ai pa bagetit. E unë i shpjegova se sa qumesh na jepnin dhe se si kujdesesha për to. E ai me dëgjonte me vëmendje, duke mos bërë asnjë koment, as për rrobat e tij, por as për erën që vinte aty. E kështu, nuk ndenjem dhe shumë, e dolëm nga ahri dhe u nisem drejt magazinës së ushqimit. Ajo ishte një garazh e madhe, e mbyllur me një derë llamarine të vjetër, e unë e shtyva derën dhe hym brenda. Magazina, si gjithmonë, ka një dritë të vogël, sepse e mbajmë që të kursejmë rrymen, por edhe një dritare fare të vogël, e gjysmën e saj e kishim të mbushur me dërnë gjesane dhe me kashtë të tharë. Këtu i mbajmë rezervat, i thashon. E ai me ishte afruar shumë pranë meje, e unë as nuk e pash, por kishte zgjatur duar papritur, me ka kapur nga supet dhe me shtyu pak përpara. E unë humba ekuilibrin dhe rash lehtë mbi grumbullin e kashtës. Pa ditur fare se çfarë do të bënte, ajo lëshua plotësisht mbi mua. E fytyra e tij erdhi direkt tek fytyra ime dhe filloi të më puthte në buzë. Ishte pikërisht ajo që kisha pritur në heshtje prej kaq kohesh. E duke e ditur që ai e bëri hapin e parë, unë më nuk e mendova turpin
apo moshën time. E mbështolla me gjithë duart e mia, e mbështolla gjithë trupin e tij dhe putha edhe unë. Kashta kërciste aty, duke u puthur ne mbi te. Putheshim nga do. Ai me puthte në buzë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe. Të gjithë ata që duan ta ndëgjojnë vazhdimin, bëjni like videon.